Qeveria na pëlqen sa pëlqen opozita dhe ti pos deshën aty gjosh trokanale. Sot Arjan Çani e ka pas burra, të pëlqen mund të trokanale, shumë burra. Po ka një limit në çdo gjë, dakor, ti ke mendim kundër, je kundra qeverisë, po je edhe kundra opozitës, nuk ka rëndësi bindja jote. Ç'është që ka një limit edhe në retorikë, edhe një analist që del ka përgjegjësi publike për atë të vërtetën e tij dhe për atë që ai thot. Për atë që thot atë të vërtetën. Për atë që thot të bazuar tek e vërteta. Se nëse ti flet brot shkulla dhe kjo nuk ka, isha në një debat, në një diskutim me një djalë aktivist dhe më thoshte që për ligjin e barazisë gjinore nuk është i mbështetur dhe ngulte këmbë që nuk është i mbështetur në direktivat Bashkimit Evropian. I thash zotëri, unë jam kompetente e kësaj gjëje, unë jam ekspert i integrimit evropian, unë kam punuar me këtë dhe unë e di dhe ti them dhe direktivat mbi të cilat mbështetet. Ai nuk ka shpifur. Ai thjesht ka treguar që është ignorant. Jo vetëm ignorancë, po është dhe dashakeqësi, sepse ai edhe nuk ka shpitur dhe del dhe do reklamon. Në qoftë ai të kriminalizon ty me akuza penale, atëherë ai shpif. Po në qoftë ai tregon që është ignorant, s'ka problem. Ignoranca nga dashakeqësia, një fill i holli ndan. Ajo deklarata 20 janarit është një deklaratë që sill pasoja deri destabilitet, po për kryeministin. Dakor, po them kur thot nuk është kështu ligji, Profesioni i gazetarit është një profesion i spikatur. Ti nuk është një person normal, ta bën mikrofonin në gojë në rrugë dhe për çështjen e ligjit të barazisë gjinore, ajo ishte duhet parë dhe ajo. Edhe ajo duhet parë, po ideja është më ti nuk se atje na u tha që do binte në një orë caktuar tërmet nga i media. Dhe po ta shifshe dhe e qena tregtare kanë pas moment të ankthi një. E di çfarë i kam thënë? Sokol, do t'rregoj vetëm një episod. Po ti futemi pas te Covidit. Ishte aq e tmerrshme, Sokol. Më fal. Unë bëra një Covidi është një gjë tërmet tjetër. Bëra një artikull se çdo gazetar, edhe ai më amatori që nis nesër punën, e di shumë që ka një gjë që nuk është shpikur, dy gjëra që janë shpik akoma. Ilaçe kundër kancerit dhe mekanizmi si të parashikohet tërmet. Më fal, dhe unë Sokol, nga i tmerrja të natshëm, bëj një lajm te ai portali Modest dhe them që ato që thua ti, që nuk parashikohen tërmetet, qetësoni dhe pash që isha vetëm unë edhe 2-3 tjerë, 3 dritat ndezura dhe i them si me shoqe. Ana i them, dalim, je të çmendur tha, do ikim nesër në punë tha, vazhdo tha se nuk parashikohet tërmeti. Ore thashun, mos do vdesim vetëm ne të mençurit dhe gjithë budallin do shpëtojnë ata që ikën dhe e besuan. Jo, ata se budallë, po ideja është. Jo, pra jo. Ishte mekanizmi që përdoret. Çfarë roli ka gazeta? Ishte shakaja pra. Kjo është roli Ishte shakaja pra të vërtetën time. Ata duhet të rregulluar me. Nuk e besuan sepse njeriu është i predispozuar të friket. Dhe ndaj atij dhe atyre që bën atë që bën, që mund ndodhet merrja të natë, është ose ignoranca, ose dashakeqësia, ose dezinformimi. Tani jemi në 3 pika. Dhe do të thoja edhe një gjë, të lutem, që ta mbyll logjikën se ajo që ndodhi sot me këtë unionin e gazetarëve dhe me përfaqësimin e tyre që dolën dhe folën, hap një problematik shumë më të madhe akoma, që edhe kjo do dojë ndryshime ligjore dhe përafrim me direktivat e Bashkimit Evropian, që është kushtet e punës të gazetarëve, mënyra si ato punësohen, kontratat e punës, çështjet financiare, të gjitha këto, mbrojtja që i bëhet dhe ushtrimi i profesionit të tyre që duhet jetë de facto, pra duhet jetë institucionalizuar dhe dalim te një problem tjetër tani, që ky ligj jo vetëm që i kategorizon gazetarët, jo vetëm që ngre një diskriminim të brendshëm që mund të çojë te kjo lufta brenda llojit, por nga ana tjetër na çon për të adresuar një problematik tjetër që është akoma dhe më e madhe, që është institucionalizimi i profesionit të gazetarit. Pra, ndoshta edhe mund të themi edhe ndoshta edhe puna. Se ka gjithë bota e ka këtë siklet edhe se ka zgjidhur prej dysheve. Mund të bëhet rregullime ligjore. Është një eksperiencë e tërë. Është një fjalë. Ka ligj për gazetarë. Askush nuk ka ligj. Askush nuk ka ligj. Askush nuk ka ligj për gazetarë. Po betimi nuk ka ligj për gazetarë. Dhe këtu kanë ngecur të gjithë. E ka Italia, por është nga të pakta. Po s'ka ligj për gazetarë. Është nga të pakta që ka urdhën e gazetarëve. Dhe këtu gabojmë pastaj se jemi kushtet e punës, po kushtet e punës si është? Ti tani ti je gazetar dhe mos punosh me kontratë pune? Si do të mbrohesh ligjërisht në kontratë pune? Vetëm ky aspekt është punonjës. Ti je në institucion. Nuk ka ligj, dëgjoj mua, ta dëgjoj prej. Nuk ka ligj për gazetarë. Britania e Madhe, ky një shumë mirë. Është vërtetur me vite, me dekada. Se nuk është arsimimi domosdoshmëria, se mund të jesh është vërtetur dhe përfundimisht vetëm një amendament kushtetues përfundimisht ka shkuar një profesion që bazohet tek liria, kur ti fillon
i vë ligje për ta... Jo e dini, Anglia sot mbështet vetëm te kodi estetik, vetëm kodi etik. Edhe ky ligj. Mirë, është tjetër gjë. Po nuk e kodi etik, është dhe kodi punës. Dhe kodi punës të shkelur, jo vetëm kodi etik. Gazetarët janë vetë rregulluar. Po pse thonin Unioni Gazetarëve që është mbështetur mbi kodin e etikës dhe mbi kodin e punës? Për aq kohë s'ka kod etike. Kod etike duhet ta dinë vetëm ata që kanë marrë lekët me ne fondacion. Dashka reformua Koli pra. Publicitet dhe rikthehemi flasim për shpifjen apo lirinë e shpifjes. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi flasim pak për ndryshimin e tjetër në kodit penal, atë të dekriminalizimit shpifjes, sidomos për gazetarët. Brisita, po e nis me ty bisedën. Unë personalisht dhe etazhin editorial, që 91-shën e këtej kur kam nisur, 91-92-shën kur kam nisur këtë profesion, që e kam dashur gjithmonë dhe s'di as du të bëj gjë tjetër. Kam qenë gjithmonë kundër dekriminalizimit gënjeshtrës. Se kjo është, shpifja është gënjeshtër, apo bile është çik me pasojë më të rënda. Pra ti si mund gënjej një gazetar, si mund protestojë gazetarët, mos ndiqmu penalisht nëse unë gënjej. Jo. Nëse ti ke gënjur, ti duhet të thosh më fal se pas kam gënjur dhe vazhdosh punën. Ta botosh për gënjeshtrimin dhe sot po të hapësh dhe gazetat kryesore që nga New York Times, Washington Post, Daily Telegraph, Corriere della Sera, përmend emra prestigjioze. Ka paragrafe ku gazetarët për gënjeshtrojnë. Ka ashtu kolona, si quhet është latinisht bile si shprehje. Letër editori. Jo, me korrigjim. Fjala korrigjim po është latinisht, s'po më vjen mend tani. Dhe aty thotë redaksia, në filan shkrim, tek ky paragrafi kemi thënë këtë gjë gabim. Pra edhe për emra të shkruar gabim, edhe për shprehje të cituar gabim, gazeta ku janë gazeta serioze, thonë, ndjes kanë gjë, ndjes gabo, atë kjo gjë e punë e madhe. U jemi nisur për të mos thënë një gënjeshtër. Kemi gabuar, e korrigjojmë të gabimin dhe e botojmë. Për këtë kam qenë gjithmonë kundër dekriminalizimit shpifjes për ne gazetarët. Pastaj ato drejtjet në efektiv. Edhe unë jam shumë dakord në fakt me ju në këtë pikë, sepse aq më tepër në Shqipëri që shpifja është kthyer në institucion, është kthyer në gjobvënie, ke shumë pronar mediash të cilët pikërisht kanë gazetarë caktuar pikërisht që të shpikin dhe të shpifin dhe të jobisin persona caktuar me fotografi, me lajme dhe kuptoj që kur e lexon ti, po flasin për media që janë të rëndësishme, që pronarët e tyre nuk janë pronar mediash, po janë biznesmen fuqishëm, minierash, ndërtimesh, gjithçka të tjerë. Dhe këto i përdorin për presione. Unë mendoj që kjo nuk është serioze për majorancën shqiptare. Për ashtu Turnerin e CNN-i dikur që mbaj mend që ishte merrste vetë me CNN-in e tjerë, zakonisht kështu janë, Jo, as e diskutoj, por dhe në gjithë botën, edhe Berlusconi, kudo që shikosh dhe në Francë, kudo, por mos harrojmë që në krye të këtyre mediave ata vënë gjithmonë profesionist, nuk është se janë vetë dhe e kanë si pjesë edhe të reklamës së biznesit tyre, por nuk e kanë si shfrytëzuese për gjitha bizneset ose aferat ose tendrat që ata duan ta rinë duke përdorur median që kanë. Mua nuk pëlqeu fare si lëvizje që ka për majoranca, sepse në një vend ku shpifja është kthyer në institucion, kur ti nuk dallon dot të vërtetën nga e gënjeshtërta, të bësh të tolerancë, e para një që i ul edhe autoritetin profesionit gazetarit, e dyta përzien të bardhin me të ziun. Dhe kjo nuk është gjë e mirë, pasi u mendoj që... Nuk e di se Arseta duhet ta di më mirë, por ka përshtypjen që është aki komunitar, ta kërkon, kam përshtypjen që... Unë nuk e besoj që është e Bashkimit Evropian, unë lexova pak përpara... Ose BE-ja e përshëndeti... Ose BE-ja, po. Tani, unë lexova pak dhe mendoj që nuk ka të bëj me... Ngatrohet pjesa e dekriminalizimit me pjesën e burimit të informacionit, të informacioneve të tjera dhe me shpifjen. Nga njëherë, veprat penale duket sikur janë të pandashme, ndërkohë që janë të ndashme. Dhe aq më tepër e them edhe një herë, shteti dhe majoranca... Ka përshtypje se opozita e kërkonte për gjithë kategoritë. Madje edhe për qytetarët e thjesht, madje edhe për rrjetet sociale. Kur rrjetet sociale sot janë bërë si ajo mina që mund të shpërthej nga momenti ata janë sinqert, çka ka bëu fyerjes, denigrimit për ata janë komplet në agjendë, do të legalizojnë
brendshme. Opozita është në të shpërim total dhe aq më tepër ne dim shumë mirë që në rrjetet sociale zbrazet i gjithë vreri, sepse aty nuk ka kontroll, aty ke shumë emra anonim. Dhe besoj se ajo është, prandaj që është ka dhe fushatat organizuara, duhet të në kjo. Po, duhet im realist që edhe tek mediat që mbahen si të mazhorancës, ke gazetarë të spikatur, që zoj qoja gazetarë, që vjellin vrerë dhe akuzojnë dhe gazetarë të tjerë dhe përdoren pikërisht si gjobvënës. Ne këto i dim, nuk po i themi emrat, po të gjithë dijen. Si ata të kronikës së zezë, si ata që bëjnë si kur janë të shoqërisë civile ose të çështjeve civile, ke nga të gjitha llojet dhe ky lloj dekriminalizimi për mendimin tim nuk është i duhuri, sepse bie ndesh me ato të mëparshme që tham mbrojtjen që i jepnin gazetarëve. Duhet të ketë një strukturë edhe morale ajo që i ofron shteti shqiptar gazetarëve.